Mirëmbrëma të dashur shikues dhe mirë se po takohemi në një emision të ri të realizuar në Radio Televizionin e Fontanës, më saktësisht në emisionin Rreth Krijimtarisë. Sonte studion e ndërron një këngëtar, gjithashtu edhe mësimdhënës drejt kësaj lamie, Gëndret Marsori. Gëndret, mirëmbrëma të përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të jam sonte këtu në Radio Fontana. Shpresoj që kemi kaluar mirë. Faleminderit shumë edhe prej teje që pranuat ftesën që t'jeni këtu, dhe të ndajmë shumë çka rreth drejtimit dhe rrugtimit tënd drejt profesionit të muzikës. Gëndret, kur e ke nisë këtë profesion dhe kush ka qenë iniciatori më i madh ndoshta i shtytjes në këtë profesion, apo je kanë ai i cili ti ke kontribuar vetë ndoshta me forcat e tua? Po, fillimisht besoj se gjithë muzikantë fillimisht përkraja më e madhe vjen prej familjes, ku dhe baba ka qenë këngëtar, ka kënu muzikë folklorike, e të dëgjua të këndu vazhdimisht prej qysh se i vogël me to, pastaj normal që ku fillu edhe me ndjek me shkon hapa ti. Pastaj ku vazhdova edhe me shkollim në shkollën e mesme, shkova në Gjakovë, në shkollën Prenk Jakova, pastaj edhe fakultetin e arteve në PE, në fakultetin Haxhi Zeka, ku tash jam në përfundim të masterit, studimin master. Gëndret, a të bën ndonjëherë me u ndi pishman profesioni ose rrugtimi i një këngëtare? A thon ndonjëherë vetes që me pa ditë kisha vazhdu diçka tjetër, pavarësisht që e ki zanin, e bën këngën e krejt ato, sa është një profesion që ty të bën me jetu mirë ndoshta? Nuk ku mujt asnjëherë me paramendu veten me një profesion tjetër, mendoj që e kum gjetë veten aty ku kum dëshiruar me kënë dhe jam aty ku e gjej veten më së miri. Ti si mësimdhënës i qëtij profesioni, sa shet talenta të ri në shkollë, edhe a mendon që aty e kanë atë piknisjen për me qenë këngëtar të mirë ndoshta në të ardhmen? Normalisht se aty fillojnë, domethënë kanë piknisjen ku mund të marr hapat e parë dhe besoj që edhe zbulojnë që kanë talent, se ka nxënës që nuk e dinë që e kanë çat talent, por me kohën e shfaqin sipërfaqe talentin edhe besoj që nëse kanë dëshirë mund më tutje me vazhdu dhe me ushtru profesionin e muzikantit ose mësimdhënësit muzikës. Sa jeni ju ndihmues në këtë lami, sa mundoni mi nxjerr, sepse të qenurit ndoshta i zgjum me atë pjesën e të qenurit i druajtur janë dy gjëra të kundërta. Edhe shpesh ndoshta na duhet dikush për më na bashkangjitë dhe guximin pjesën e inteligjencës. Të marr përsipër faktin që unë kur më kanë për shembull shumica prej gjeneratës seme ata që janë më të vjetër, nuk kemi pas mësimdhënës adekuat muzikës kur kemi qenë në shkollë fillore. Edhe mundona që tash të më dhon nxënësave ato njëri që unë i kam, edhe më mësu ato që unë i di edhe që janë më të lehta për ta dhe çka janë nevojitën. Për shembull nuk mundona më shti shumë në për teoriat muzikës, më mësu për histori, kush u kanë Mozarti ose Beethoveni. Normalisht se ka shkurta i përmendim, por kryesisht mundona më mësu më shumë nota, më mësu aftësi që më këndu me lujt instrumente. Mundona më ajo ato që besoj që ju duhet aty në. Po, që është më e dobishme për ata dhe në të ardhmen e tyre. Jo ndoshta diçka që duhet me lop trurin me mësu dhe prapë s'ju hin në punë ose s'kan dobi prej asaj gjëre. A ke bërë muzikë profesionalisht kështu në aspektin që do të thonë që e ke ndjek kështu si profesionale mënyra, apo ka qenë diçka që e ke ndjek si hobi ose si plotësim shpirtëror? Besoj që kum pas dyjat, kur se e kem ndjek edhe që tregova prej shkollës të mesme deri në studime master, normalisht kemi bërë edhe profesionalizëm, po edhe si hobi, kënaqësi shpirtërore, kum bërë muzikë për shembull këngë që nuk i kemi mësuar në shkollë, në fakultet, po kum bërë si hobi këngë që ma kanë ndjek shpirtin me këndu. Po.
Gëndre, cila është kënga jote më e veçantë edhe pse? Çka përfshin në një këngë që ti e ki ndoshta pak edhe si realitet të jetës tënde, por edhe që e ki diçka të veçantë për veten tonë? Mendon këngë që janë Po. të mijat apo që i këndojnë? Tuat që ki një këngë një diçka më të veçantë. Nuk po muj mi cek me veçu në Mi do se mi vro. Po mundona se çdo këngë që e këndoj mi dhon shpirtin ose karakterin e këngës që e këndoj mi dhon atë karakterin që ka kënga. Nëse është këngë për shembull patriotike, me ja kushtu patriotizmin, nëse është këngë dashnie me kënu, mundona mi dhon ndjenjen, ndjesinë edhe karakterin që e meriton kënga. Atëherë ne jemi thuajse në fillim të intervistës dhe dua që ta ndjekim edhe një këngë të Gëndritit, këngën e parafundit, sepse këngën e parafundit e ke realizuar me Fontana Production. Unë nuk ju ka du me ndjek veç pse e ke realizu këto, po është një këngë shumë e mirë, që besoj që edhe shikuesve kam ju pëlqy. Kemi me ndëgju që të këngën e Gëndritit, cilën e ka realizuar edhe bashkë me Fontana Production, dhe të kthehemi, por edhe në fund do të flasim edhe për këngën e fundit të cilën e ka realizuar Gëndritit dhe më pas edhe do e ndëgjojmë. Ndëgjojmë këngën edhe do të kthehemi prapë që të bashkë bisedojmë në studio me Gëndritin. Një herë qa për mu vaj me der, se kam rënë siklet, zemra shumë e don, veç për të loton, sa shumë mungon, ajo më mungon. Unë e vuj se të du, ti mos luj me mu, ma vove zemrën e s'mave, se kështu ti e. Unë vuj se të du, ti mos luj me mu, ma vove zemrën e s'mave, se kështu ti e. As gjumin se bëj do 3 hap, në ëndër më del zona. Për mu vaj me der, se kam rënë siklet, zemra shumë e don, veç për të loton, sa shumë mungon, ajo më mungon. Unë e vuj se të du, ti mos luj me mu, ma vove zemrën e s'mave, se kështu ti e. Unë e vuj se të du, ti mos luj me mu, ma vove zemrën e s'mave, se kështu ti e. Miqtë dashur, rikthyen prapë në studio që të bashkë bisedojmë me Gëndritin edhe për disa tema të tjera. Gëndrit, sa i përket teksteve, je vetë tekst shkrues, të ofron dikush tekste, apo ke edhe ti vetë dëshirë që të krijosh, por shpesh herë ndoshta është edhe koha ajo e cila
t'len në mangësit këtij realizimi? Kam provu edhe vetë me kriju tekste edhe me shënu, po nuk e kom arrit asnjëherë deri sot, se dëgjosh kur sa herë filloj me shënu diçka më duket se gjithmonë po kopjoj dikon tjetër. Kështu zakonisht këngë që i bëj i marr tekstet prej dikujt tjetër, ose dikush që ka këngën si demo me bashkë me tekst, po se vetë kur më provoj me shkru më duket që pe kopjoj gjithmonë dikon edhe nuk arri me shënua tekst me sepse bëni. fjalët janë të njëjta, sepse ne një alfabet e kemi. Edhe aty krijohet ndoshta ajo përshtypja që ti je tu thon diçka që ka thonë edhe dikush tjetër, sepse nuk mundesh me realizuar për kuptimin e fjalës. fjalës. Shtu ngurru se fjalët janë njëjta, po varet çu i lidha si po. Kjo ka diçka që më ka ndalu gjithmonë me kriju një tekst. Me kriju një tekst. Por a ka ndodhur ndonjëherë që të ofrohet diçka por nuk ka qenë diçka e karakterit tënd dhe është dashur ndoshta me refuzu apo nuk ke pasur guxim që ta interpretosh sepse shpeshherë njeriu del edhe fallc kur mundohet me bë diçka tjetër që s'është. Po normalisht atë përzgjedhë për shembull këngë kur dikush na ofron disa këngë, nëse nuk u përshtat ajo këngë, normalisht nuk e kam pranuar derisa kam gjetur një këngë që është i përshtatet edhe që mund me këndu. Që mundesh me këndu. Sa kohë të merr zakonisht që ta përfundosh një këngë? Merr kohë gjatë, vërtetë njëherë derisa të ngjizohet kënga, derisa ta mësoj, njëherë në studio, pastaj edhe përfundimi i videoklipit. Më shku deri një muaj e gjysmë derisa të publikohet një këngë që cilën e punojmë vazhdimisht. A ke problem që në pjesën e videoklipeve të gjesh vende ndoshta të mira të nase? Unë besoj që na kemi shumë natyrë të bukur dhe vende të bukura ku mund me realizu videoklipe, por sa e ke ti vështirë që të pjesë, sa je detajist në që të pjesën e realizimit videoklipeve? Normalisht besoj se secili muzikant e ka të vështirë se nuk ka qef që mu duk gjithë njëjtë, edhe pse kemi shumë vende të bukura, po nuk ka qef me bën si dikush tjetër, ka qef mu duk sa ma unik. Edhe kemi vështirësi. Unë problemin më të madh kam te videoklipi, sot e kënga, se këngën hije këndoj edhe nuk e kam problem. Pjesën kryesore gjithë e mbaj si ngarkesë videoklipin, qysh me realizu, ku me realizu. Po, që kur punon me bashkëpunëtor të mirë, qysh kanë edhe të fontanës, normalisht t'i gjojnë skenat këtë hazër të veç kime shku. Që ajo është mas mirë se sa më tonë gjoj e vendën ku po dënë edhe vim. A ka ndonjë moment që s'mundesh të arrësh në performancat e tua, apo në pjesën e performancave para publikut, qysh e ndjen që emocion të veçantë dhe a ke arritur që ta vrasësh atë pjesën e stresuese edhe atë pjesën e menaxhimit? Fillimi u konë shumë i vështirë me menaxhu stresin që shko me dalë. Edhe problemi kryesor u konë çka me fol, për shembull kur ta bëj, unë këndoj edhe në për dasma. Edhe problemi kryesor kom për shembull kur ta hapi dasmën, çka me fol, mos po gaboj diçka, se kur vike puna me fillu me këndu, atëherë u shlirosh se tu e ka derë ti pyetjeve. Po problemi kryesor konë menaxhimi i dasmës me fol, po normalisht me provojnë edhe me kohën, ku më arrit që edhe me menaxhu stresin edhe tash njëjtë si ti tash e duket çka rutinë normale si me flet, edhe neve na duket tash njëjtë. Ka raste që kemi stres në herë diçka, po tash e menaxhoj më ndryshe, e dim çka kemi. Unë tash jam shoqëruar me kamerat, se në fillim mu dokshin si njerëz mi pas mrena në studio. Që shumë duket mu tash për shembull. Tash shkon njëri t'ju shoqënu me to dhe e kupton dikur që ajo ka merë, nuk o njëri. Si reagon Gëndriti ndaj kritikave? Sa je mirëprites i kritikave dhe sa mendon që janë një diçka që ty përforcojnë ndoshta në pjesën e profesionit tënd? Kritikat gjithmonë i mirëpres kur mi thojnë direkt, kur më kritikojnë për shembull para syve, më thonë çka i mirëpres edhe më duket shumë vlefshme. Kritika në arsye gjithmonë është ajo më e mira dhe që të ndihmon ty që me pa gabimet e tua dhe me përmirësu ato gabime. Po, pikërisht. Gëndret, kur ke nis me kënu, a ke pas një këngëtar që ti e ke ndëgju ndoshta mas shumëte, që të ka pëlqy ty, por dhe që ndoshta edhe performancat e tua si fëmijë pa u bë këngëtar i ke bë me këngët e dikujt? Ka pas ton kohën periudhë pas periudhë ka ndrru ato shije, ato po normalisht si çdo gjithmonë e ki diku një pikë referente ku ti dëgjon ato dhe mundohesh. Kam pas këngëtarë ndryshëm, për shembull si Flori Muaji, pastaj Armand Fexhollahu dhe plot këngëtarë tjerë që ndrojnë për kohës në kohë, po
që mundohesh edhe i këndon këngët e tyne më shumë edhe nashta duket vetja ka herë edhe pak si kopje tyne kur fillon me këndu. Këta janë këngë disa. Shka njëri tu rrit të pa çka do dasht. Po, vërtet. Po për pjesës e folklorit, ki dikon që ndoshta e ke pas si idol tënden që kur i ke ndëgju këngët e tina. Po besoj që është për Fat Berisha ai që të gjithë këngëtarët e muzikës folklorike e kanë si pikë ku e kanë si idol që mundohen me kënu këngët e tyna që është mendoj që është i vetmi që në Kosovë që është prej këngëtarëve folklorik më të mirë. Më të mirët. Gëndret, pjesën e dasmave, qysh sa edhe jep tjetë për kushtimin tënë për faktin që kur ta beson dikush një gëzim familjar është një përgjegjësi shumë e madhe. Sa e merr ti me përgjegjësi të plotë dhe sa të ndihmojnë të tjerët, por dhe sa kërkon ndihmë ti tek tjerët? Mendoj që dasma është diçka shumë e shejtë ku çifti ta beson ditën më të lumtur tyne edhe mundohen se në çdo dasëm që shkoj me dhon maksimumin tem, edhe nëse i kam 2 dasma në ditë ose nëse jam për natë, në çdo dasëm mundohena me dhon maksimumin, nuk mendoj me rujt veten, me kursy veten, për shembull në sezonën e dasmave që kemi ne në Kosovë shumë ngushtë. Edhe me thonë që por unë pak se njëse kam dasëm ose apet kam rresht dasma, çdo dasëm mundohena me dhon maksimumin tem që ati çifti që më ka thirrë që ajo familje mja bën ditën më të lumtur tyne me mbajt mend. Edhe mundohena që me dhon gjithmonë maksimumin, edhe me marr këshilla edhe pi tjerëve që shtrëgohet më herët më shumë puna e organizimit dasmës, ku marr këshilla normalisht kur kam nevojë për ndihmë edhe ku kërkoj ndihmë. Edhe normalisht edhe me orkestrën, bashkëpunimi do të më thonë shumë i mirë që me dalë diçka më mirë në dasëm, më mbajt mend për atë çift që na ka ftu. Po. Gëndret, cila është këngë jote që ty të përshkruan ndoshta më së miri ti si person? A ki një këngë që ti Nuk e pas na mendu këtë pjesë në herë. A kam një këngë që më përshkruan? A ka kur e ke këndu, a menon që nështë të ka përshtat pak edhe ty si person, si karakteri yti? Sepse mi bashkru vetë tekstet, normal që pak a shumë e kishe përkufizu vetën. Po ku të ep dikush tekstin e gatshëm është e qartë që aty s'mundesh me gjetë ndoshta shumë pika vetën, po diku ndoshta që e ke gjetë pak a shumë një pjesë të vetës tënde. Nuk isha mujt me thonë ashtu, pasi që shumica këngëve që i kam mia atë janë këngë që i referohen dashnisë. Edhe për shembull tash këto dy këngët e fundit, vuj, kallu zemër, nuk më thonë që e kum di veten to se unë jam edhe martum tash, nuk guxoj edhe me thonë që e kemi me vujtje ose diçka, po normalisht që shkon të ndi atë kur e këndon atë këngë, shkon të ndi edhe këngën. Po s'mi me thonë që ma përshkruan. Ja, që ashtu s'po thojmë, jo larg, s'du tash e shting konflikt. Çfarë bën Gëndret përpas mësimdhënies, çfarë bën kur nuk merresh me muzikë, diçka tjetër? Me muzikë veç. Veç me muzikë. E kemi ditën. Gëndret, cila është një këshill që ti do t'ja referoje të rinjve dhe të gjithë atyre të cilët dojnë me bë këngëtar, por ndoshta shpesh hezitojnë, edhe ndoshta shpesh dikush ju jep mendime për më të ndryshmeve që ja vlen apo nuk ja vlen. Ti si Gëndret, çka do t'ju thoje atyre të cilët janë në dilemë ndoshta? Vetëm me punu sa më shumë, nëse dëshironi me arrit një ëndër, mos mu ndal me punu sa më shumë, edhe mos mi dëgju shumë fjalë që dikush mundohet ndoshta edhe me ta bë bajat, me to se si ka den ose s'po, me dëgju ti ato zemrën tonë edhe me ndjek atë ëndrrën që ti dëshiron. Po normalisht me punu shumë, nëse dëshiron edhe me arrit çato. Gëndret, a mendon që muzika është një profesion që don me pas aktiv të kohën? Shumë e vërtet, muzika e don të kohën aktivitetin edhe asesi nuk bën për shembull nëse unë tash pauzoj, po pauzoj 2 vjet 3, ku me pas shumë vështirë pastaj edhe mori kthy. Edhe normalisht edhe zoni don të kohën ushtrime, njëjtë sikurse futbollistat për shembull që duhet të kohën me kon aktiv, nëse pauzojnë nuk mund mas 2 vjet kur të vinë me kon njëjtë. Po duhet të kohën ushtrime edhe për me kon aktiv që me kon sa më mirë. Atëherë, Gëndret, na flasësh pak për videoklipin edhe këngën e fundit të cilën e ke punuar, qysh
ka funksionuar dhe qysh ka ecë realizimi i këngës, sa je i kënaqur me kë ke bashkëpunuar? Kënga fundit, po ashtu edhe kënga para fundit, cilën kemi punuar dhe me Fontanin në videoklipin, Po. i ka shënu tekstin edhe muzikën e ka bë një kompozitor, një djalë i ri, një këngëtar prej Tetove, Relinda Limoni, cili ishte shkove të fundit të bë goxha shumë viral me këngën edhe malit, besoj që e keni dëgju. Ai ka bë 2 këngë të fundit, mi ka punu. Ndërsa këngën e fundit videoklipin e kemi bë me Pak Production. Mirë, kënga ka pasur edhe viralitet goxha të mirë, me thonë. Jam i kënaqur me 2 këngë të fundit që janë punu, jam shumë i kënaqur. Atëherë, para se me ndëgju dhe këngën e fundit cilën e ke realizu, një mesazh për fund këndre dua prej teje, një përshëndetje dhe një falënderim për të gjithë ata të cilët qëndrojnë afër teje gjatë rrugtimit tënd. Falenderoj pikë parë familjen, normalisht, po ashtu edhe gjithë shoqërinë edhe gjithë ata që e pëlqejnë muzikën tem, po ashtu mos më harru edhe gjithë dasmorët që na besojnë ditën më të lumtur tyne që na ftojnë. Faleminderit shumë. Edhe një falenderim shumë i veçantë për juve, falenderoj shumë për ftesën. Besoj që kemi me pas edhe intervista tjera. Kismet, faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe jona që të bëjmë ftesën, por edhe që të pranojmë edhe ardhjen tënde në studion tonë, ndërsa kënga e fundit u qua. Kallu zemër. Atëherë nga regjia do dëgjojmë edhe këngën e fundit të realizuar nga Ken Priti me videoklip, që është titullohet Kallu zemër dhe besoj që do e gjojnë regjia dhe në kanalin e YouTube-s. Gjithsesi, dhe Gëtret, faleminderit shumë që ishe në studio dhe gjithat mirat për ty. Edhe ju faleminderit shumë. Miqtë dashur, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe miru takofshim. Kallu, kallu zemër, digju si letër, ajo që ti do, me ty nuk është mo. Gjakon helëm, travëtar e vemër, ma ke bo, as faljes kërko. Me një fjallë jam i plak, mi ke hapti, ma ke përsi, dashnin me trahti. Se ke majt, as një premti. Kallu, kallu zemër, digju si letër, ajo që ti do, me ty nuk është mo. Gjakon helëm, travëtar e femër, ma ke bo, as faljes kërko. Mos pëtuj s'kishin fat, po s'deshe ti, me kur ursu na dy këdashni. E ke thy, shto beti. Kallu, kallu zemër, digju si letër, ajo që ti do, me ty nuk është mo. Gjakon helëm, travëtar e femër, ma ke bo, as faljes kërko.